emër të grupit parlamentar të Aleancës për Armiqnë e Kosovës, unë do të bëj një vlerësim të buxhetit prej dy perspektivave, prej asaj politike dhe prej asaj teknike, për shkak se mendoj që të dyjat e kanë vlerën e vet në mënyrë që qytetarët e Kosovës të njoftohen me çfarë dokumenti jemi, duke e trajtuar dhe me cilin buxhet në fakt do të operon Kosova në këtë vit. Ky buxhet, nderuar deputet që e keni përpara, është miratuar në qeverinë e detyrë me 12 shkurt vitit 2026. Po esenca është që ky buxhet është miratuar me 31 tetor të vitit 2025 më herët dhe në tabelat në të cilat përshkruhet vijat buxhetore, projektet kapitale, buxheti për molla dhe shërbime është i njëjti. Pra çka dua t'i them qytetarëve të Kosovës? Qeveria e Kosovës ka mrizu, nuk ka bë asnjë veprim mbi programin politik e as mbi rezultatin zgjedhor, por me sjell një buxhet paranesh me ndryshimet që ish dashur të reflektohen edhe në ekspozeun që e paraqiti kryeministri, por edhe në synime strategjike. Pra jam të fol për një buxhet provizor, për një buxhet për disa muaj. Jemi të fol për një buxhet që për pak muaj do t'i nënshtrohet një rishikimi, në vend se ky rishikim të kishte ndodhur në një kohë të caktuar kur ministri aktual që ka qenë ministri i financave dhe që është tash do dojë të reflektonte mbi plane strategjike që i ka. Pra mos harroni, jemi të fol për një buxhet i cili nuk reflekton as pak në asgjë që është premtuar këtu nga ekspozeu i kryeministrit. Çështja e dytë politike ndërlidhet me investimet kapitale. Nëse e shihni me kujdes buxhetin dhe vijat buxhetore, ne jemi të fol për 81% të investimeve kapitale që janë projektet që vazhdojnë, jo që ka iniciativa të reja. Përderisa në ekspozen e kryeministrit ne dëgjojmë bukur shumë iniciativa të reja, bukur shumë projekte të mëdha politike që pak më vonë do t'i trajtoj. Çështja tjetër që duhet ta dinë qytetari i Kosovës që po më dëgjon, kur flet dikush thotë ky është buxheti më i madh i Republikës Kosovës, ju lutem për 4 vjet këtë seancë, unë komuniqe gjithmonë nga ky është buxheti më i madh. S'është rrjedh normale, është procedurë standarde që shteti normal, që ka pak rritje ekonomike, rrit buxhetin për kapak. Pra nuk është kurfar lavdi me thonë ky është buxheti më i madh. Me sa di unë në historinë e Kosovës, vetëm në pandemi nuk ka ndodhur. Po këto janë 3 aspekte politike. Dhe në fundit, e katërta, secili shtet dhe kjo qeveri e ka një dokument strategjik që quhet korniza afatmesme e shpenzimeve. Kjo është një kornizë që e drejton buxhetin, planifikimin buxhetor të hyrave në një afatmesëm kohor. Ky buxhet nuk është në vijë me kashin. Pra nuk është në vijë me dokumentin orientues që e ka qeveria. Tani për shkak të kohës, duhet me cek disa çështje që ndërlidhen me ekspozeun e kryeministrit. E para, kur e shihni pikën 224 që flet për fondin e sigurimeve shëndetësore, buxheti i përcaktuar këtu është 10.834.000 euro. Më falë, qysh bëhet sigurimi shëndetësor me që të vi buxhetora, më tregon mu dikush? Qysh arrin me zbatimin në këtë vit të premtimit më të madh të qeverisë të sigurimeve shëndetësore. Pra me 10 milion euro kjo nuk bëhet. Kjo është e para. E dyta, u fol shumë për investimet në ushtri, për investimet në sektorin e sigurisë. Investimet për vitin 2026 në raport me investimet kapitale në ushtri të vitit 2025 dallojnë jo më pak se 2 milion euro. Qysh blehen bre këto ato armatime? Këto ato zotime që u bë qysh me 2 milion euro më shumë. Pra jemi të fol për një buxhet që në absolutisht nuk reflekton me një zotim politik dhe me atë që është synimi strategjik i kësaj qeverie. Çështja tjetër kur flasëm për sektorin e sigurisë. 24 milion euro ka investime kapitale tek policia. Vetëm 24 milion euro.
Pra për çfarë forcimi të rendit dhe ligjit po flasim me këto dhona buxhetore? Shkojmë tutje, flasim pak për sektorin publik. Buxheti për vitin 2026 parasheh në një rritje të fundit të pagave në sektorin publik për 6.7%. Përderisa rruga 13 vetën veti ka 8%. Pra, paska paga për me dhon rrugën e 13, paska buxhet për me bërë rrugën e 13, por nuk paska buxhet për një rritje normale, shtetnore, e cila reflekton mbi bazë. Jemi të folë për standarde, për një lojë të gjuhës e cila absolutisht nuk reflekton kodin e funksionimit të sistemit publik. Çështja tjetër, po është në ligjin për buxhet, në pikën 4 dhe 5, tek faqja 11, është reflektuar kabineti qeveritar që është i përbën për 21 anëtarëve, respektivisht 19 ministrive. Mirë po, këtu është një problem i madh, minister Murati. Ja ke lënë diskrecionin secilit ministër në ministrin përkatëse, me një vendim, pasi që të miratohet rregulloria e punës së qeverisë me bë bashkë çka don, çush don me vizatu buxhetin. E ministrisë vet, po, këtu e kitë, shiqot e pika 3 dhe 4 ministër. Plus asoj shiqot, për është interesant. Ky është fondi, pika 5. Ky është fondi, që shë ke bu copy edhe paste tu. Tjetër fond është këtu, pika 4 dhe 5, tjetër fond është në buxhet. Bili që to me pas pa kujdes kur ti transferoni, se është dokument shtetënor, është dokument. Po duhet me pas bukur shumë dhona, ne në rishikim, pra në amandamentim këto 3-4 ditë, se çka do të ndodhë me këtë, për arsye nëse loma diskrecion, atëre po e lom një hapësirë të madhe për manipulim politik. Dhe e fundit, lidhet me shkencën, me universitetet, me bazamentin e vendit. Shiqoni të universitetet publike, do të s'kemi asnjë cent për investime në infrastrukturë apo asgjë tjetër. Kur shohim në arsim dhe shkencë, kemi jashtëzakonisht pak për vitin 2026 në këto kode. Dhe e fundit, ku është teknologjia informative, ku është inteligjenca artificiale, ku janë progretet inovative dhe mbi gjitha, ku është investimi për energji, mbi cilin fond, mbi cilin projekt, mbi cilin dokument strategjik. Ne nuk e mbështesim këtë dokument, ne e shohim bukur të rëndësishëm një çështje për fund. Këto 2-3 ditë që i kemi përpara deri me të premten, nëse kemë vazhdu, mos me pas mundësi me dhon asnjë amandament, unë propozoj që na të bojkotojmë procesin e diskutimit buxhetit, për shkak se ky buxhet mundet pak me u forcu për disa muaj, vetëm nëse me të vërtet arrihet një konsenzus për me bo amandamentime të sakta në këtë buxhet. Përndryshe ky nuk është buxhet i këtij viti, është buxhet i 31 tetorit. Ju falenderoj.